Shqipëria do të përballet me Serbinë në datën 11 tetor për kualifikuesit e Kupës së Botës, aty ku një fitore e mundshme e Kuqezinjve me shumë gjasa mund të sigurojë vendin e dytë në grup. Kuqezinjt vijnë në këtë takim nga një fitore ndaj Letonisë, teksa Serbia paraqitet pas një disfate të rëndë, duke u mundur në shtëpi me rezultatin 0-5 nga Anglia. Sikur të mos mjaftonte vetëm rezultati i thellë, Serbia do të ketë edhe 2 mungesa të rëndësishme në ndeshjen ndaj Shqipërisë. Mesfushori i Fulham, Sasha Lukic, dhe mbrojtësi i Fiorentinës Nikola Milenkovic janë 2 mungesa të mëdha që Serbia do të ketë. Mesfushori u ndëshkua me karton të verdh, teksa të parën e mori ndaj Letonisë pak ditë më parë, duke plotësuar në këtë mënyrë numrin e kartoneve të verdh. Për te kartoneve, Serbia rrezikon që të luajë edhe pa tifoz kundër Shqipërisë, duke qenë se në ndeshjen e fundit përballë Anglisë kishte probleme në tribunë dhe në mënyrë të përsëritur kishte thirrje të vazhdueshme raciste si dhe pankarta me nocione politike. Për Shqipërinë kjo do të jetë hera e 4 që përballet me Serbinë, teksa një takim është fituar në tavolinë nga Kuqezinj në Elbasan 0-2 dhe ndeshja e fundit në barazim pa gola e luajtur në stadiumin Air Albania, teksa në të shkuarën ka pasur edhe 8 ndeshje mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë.